seanca konstitutive. A kemi atmosfera apo nuk kemi, regjia? Salla duket e mbushur plot, nga këtu nuk mund edhe ta dalloj nëse po mungon dikush, po besoj që 120 deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës janë aty për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Është pak problem edhe nëse flasim në këndvështrimin teknik, për shkak që grupi parlamentar i vetëvendos tash ka një numër më të madh të deputetëve, edhe është interesante ta shohim edhe pozicionimin e deputetëve për shkak që ulset, pozicionimi i ulseve është i njëjtë, ndoshta është mirë ta shohim, ta kuptojmë ku ulen gjithë deputetët e lëvizjeve vetëvendosje, po edhe të partive tjera politike. Dhe kënaqësinë që mbështetur në nenin 9.1 të rregullore së Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë Avni Dehari, në cilësinë e deputetit më të vjetër për nga mosha në legjislaturën, nderuar deputet të legjislaturës së 10, kam nderin dhe kënaqësinë që mbështetur në nenin 9.1 të rregullore së Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë, Avni Dehari, në cilësinë e deputetit më të vjetër për nga mosha në legjislaturën e 10, ta kryesoj seancën konstitutive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të dalë nga zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura me 28 dhjetor 2025 deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Në kryesimin e seancës do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha